Kapiteneria e Portit Detar të Vlorës ka vendosur që të pezullojë lundrimin detar për mjetet e vogla lundruese si dhe mjetet e peshkimit. Shkak për pezullimin e lundrimit është bërë moti i përkeqësuar era e fortë me shpejtësi të lartë, e cila shkakton në det të hapur dallgë me lartësi, të cilat janë të papërballueshme për lundrimin e këtyre mjeteve. Lundrimi detar do të jetë i pezulluar në gjirin e Vlorës për 2 ditë. Lundrimi do të jetë i pezulluar për mjetet e vogla lundruese, si dhe mjetet e peshkimit, të cilat operojnë jashtë gjirit të Vlorës. Prej orës 14 të kësaj të premteje, ka patur përkeqësim të ndjeshëm të kushteve atmosferike. Pezullimi i lundrimit detar vjen si rrjedhoi e erës së fortë bregdetare, e cila fryn me drejtim veri perëndim me një shpejtësi nga 15 deri në 20 metra në sekond, e cila në det të hapur shkakton dallgë nga 1.5 metra deri në 2.5 metra të larta, duke bërë të pamundur lundrimin e mjeteve lundruese, por edhe atyre të peshkimit. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit do të lejohen të lundrojnë brenda gjirit të Vlorës, por Kapiteneria e Portit Detar njofton se edhe për lundrime në brendësi të gjirit, të gjithë administratorët e mjeteve lundruese duhet të bëjnë kujdes. Anijet e transportit detar, tragjetet e linjës me Brindisin vijojnë udhëtime në normalitet të plot drejt destinacioneve në fjalë. Administratorët e mjeteve lundruese, por edhe atyre të peshkimit, kanë nisur që prej mëngjesit të kësaj të premteje të sigurojnë në Bregdet mjete lundruese, si varka, peshkarexha, anije turistike të tjerë, për të shmangur për plasjen e tyre me Bregdetin apo edhe me kalatat e portit dhe triportit, çka sjell dëme të shumta materiale te këto mjete. Situata hidrometeorologjike në Vlorë pritet të përmirësohet duke filluar nga ora 6 e mëngjesit e ditës së shtunë, kohë kur mjetet lundruese do të dalin në det të hapur sërish për të vazhduar mëtej lundrimin në normalitet.